angazhim për të mirën publike, edhe një angazhim komunitar, vullnetar, pra ka shumë energji, po dikush duhet me i organizu për këtë energji, dikush duhet me i kanalizu, me i dhënë drejtim. E unë besoj që nëse qytetarët kanë me vendos, me i besu vizionit tëm, që thot prej fillimit nuk ka me qenë lehtë, por bëhet, sepse mund ta bëjmë bashkë, atëherë ai besim shndrohet në fuqi për me bo Prishtinën mandi. Në këtë besoj unë. Natyrisht që po thonë 1-2-3 i profesionistëve është shumë i rëndësishëm, po ky vullnet i cili ekziston sot në qytetarët e Prishtinës kanë me qenë fuqia më e madhe që unë me mujt me realizu transformimin e Prishtinës. Për pjesën e urbanizmit. Kemi bo krime urbanistike në këtë periudhën e mas luftës. Fatkeqësisht në vend se urbanizimin me shëndru me përdorë si mjet për me i zgjidh problemet tona, ne kemi kriju lagje në cilat veç ma shumë e kemi kompliku jetën tonë në Prishtinë. Po propozimi im është ky, sepse jam taku edhe me sektorin e ndërtimit, me gjithë dhe kam bisedu me ta. Oferta ime është kjo. Fillimisht ndërtimin të orientojmë ka lagjet keq të urbanizume të Prishtinës. Dhe kodra e trimave është një nga shembujt, ma tipik e atipik që e qëshdush, se si jetohet keq, ku mungon edhe infrastruktura bazike, por edhe kushtet e jetës janë shumë të këqija, edhe me dasht me bo zgjidhje, mund është eventualisht me bo korrigjime, diku me zet një hapësim për një qerdhe, diku për një park, po këto janë korrigjime të vogla. Andaj unë kam qenë të paktën 5 herë në takime të drejta me banorët e kodrës trimave, dhe i kam pyet kështu, a jeni edhe ju të gatshëm që të hymë një ideje transformuese, hajde po e qymë edhe radikale për kodrën e trimave. Dhe propozimi është ky, komuna bashkë me banorët, pronarët e tokave dhe sektorin e ndërtimit bashkarisht, ta bëjmë një plan të ndërtimit të lagjes nga e para, mirë po me planifikim. Jo koeficienti me i shërby vetëm interesave të ngushta, po koeficient i ndërtimit përmes cilit ne shkojmë lartë në ndërtim, po krijojmë hapësim publike, sepse aty e kemi edhe jetën më cilësore, aty e kemi edhe shërbimin më të mirë, edhe ata që i gëzojnë ato banesa, përveç që fitojnë sigurinë e pronë, se sot as prona nuk e kanë të sigurt banorët e kodrës së trimave, e fitojnë edhe shërbimin komunal shumë më të mirë. Kjo lyp 10 vjet Blerim, nuk bëhet me njëherë. Duhet blok pas bloku me intervenu, sepse kjo kërkon edhe zhvendosje të popullatës nga pjesët caktuar të lagjes.